Ndarja e ulëseve në kuvend po bëhet gjithnjë më interesant, ku numrimi i votave po shkon drejt fundit. Teksa lëvizja vetëvendosja arriti në kuotën e 57 deputetëve, fillimisht një ju largua Partisë Demokratike e më pas kjo e ktheu duke ja marrë një LDK-s. Por me numrimin e votave gjatë së mërkurës, Lidhja Demokratike arriti që përsëri të arrisë numrin e deputetëve në 15, duke lënë kështu PDK-n me 22 deputet. Sidoqoftë grafika e ndarjes së mandateve mund të ndryshojë përsëri, me që sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka ende vota për tu numruar. Ende nuk janë sjellur në Kosovë edhe 3185 pako me fletvotime që janë tërhequr më 2 dhe 5 janar nga kutitë postare në Paris, Berlin, Haag, Podgoricë dhe Ottawa. Ato do të sillen në Kosovë gjatë këtyre ditëve dhe sigurisht pas procedurave do të përfshihen në procesin e numrimit të fletvotimeve. Sipas Valmir Elezit, procesi i numrimit të votave është bërë më shpejt se sa kishin planifikuar, andaj presin që së shpejti të bëhet edhe shpallja e rezultateve. Ka qenë planifikuar që shpallja e rezultateve përfundimtare të bëhet më së largu deri në datën 19 janar. Dinamika e punëve që zhvilluar qoftë në qendra komunale të numërimit apo edhe këto në QNR na bën të besojmë se shpallja e rezultateve, siç e kemi thënë më herët, mund të ndodhë shumë më shpejt se sa ky planifikim. Kjo më pas do të jap rrugë edhe formimit të institucioneve të reja.